Në një nga sfidat më emocionuese të sezonit, siç ishte gjysmëfinalja mes Vllaznisë dhe Tiranës, Këshilli i Qarkut Shkodër zgjolli të nderojë disa figura të rëndësishme të basketbollit shkodran për kontributin e tyre ndër vite. Në këtë kuadër u akordua titulli mirënjohje për ekipin e basketbollit Vllaznia si vlerësim për historinë dhe rolin e tij në sportin shqiptar. Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Edmondo e cilësoi këtë moment si një reflektim mbi vlerat dhe traditën që përfaqëson Vllaznia, duke konsideruar ekipin si një simbol krenarie për qytetin dhe më gjerë. Është kënaqësi dhe privilegj i veçantë për mua, me cilësinë e kryetarit të Këshillit të Qarkut, t'ju përshëndes në këtë mbrëmje të bukur sportive. Në një ndeshje kaq të rëndësishme, si gjysmëfinalja e dytë e play-offit midis ekipeve të Vllaznisë dhe Tiranës. Vllaznia ka ndërtuar një traditë e pasur, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në serinë e sportit shqiptar. Por mbi të gjitha, ajo që bën këtë ekip të veçantë është kontributi njerëzor, pasioni, sakrifica dhe dashuria për familjen. Në këtë kuadër, Këshilli i Qarkut Shkodër ka vendosur të shprehë mirënjohje dhe vlerësim për disa nga ata që kanë kontribut të çmuar në këtë rrugtim. Këto vlerësime nuk janë thjesht simbolike, ato janë shenjë respekti për punën e palodhur, për sakrificat e bëra dhe për pasionin ndaj sportit dhe komunitetit. Janë gjithashtu një mesazh për vëllezërit e rinj që të ndjekin shembullin tuaj dhe të besojnë se me përkushtim dhe punë mund të arrihen gjëra të mëdha. Gjithashtu, me certifikata falënderimi u vlerësuan edhe disa prej figurave të njohura të basketbollit shkodran, si Sokol Dibra, Petrit Maho, Bledar Gjeçaj, Roland Koka dhe Fation Taraboshi.